Sa po të punësohesh, bëhesh pjesë e sistemit të detyrueshëm pensional. Kjo është shtylla e dytë, kursimi yt personal për të ardhmen. Çdo punonjës i ri automatikisht bëhet antar i shtyllës së dytë, por ka diçka të rëndësishme që duhet ta bësh vetë. Ke afat 3 muaj për zgjedhur një shoqëri pensionale dhe për të nënshkruar kontratë. Nëse këtë nuk e bën, do të shpërndahesh në një fond të detyrueshëm pensional sipas zgjedhjes rastësore. Zgjedhjen e bën sipas informimit, ndjek performancat, shpenzimet, qasjen. Për çdo lloj ndihme, mapasi është këtu. Mos harro, është e rëndësishme që të dhënat e tua të jenë të përditësuara. Për ndryshim adrese, mbiemri, kontakti, informo shoqërinë tënde pensionale. Mbaje mend, shtylla e dytë është pronë e jotja. Bëj zgjedhjen e duhur, nënshkruaj kontratë dhe informohu, sepse e ardhmja jote fillon me ty. Në çdo kohë në webfaqen e internetit të Mapasit mund të kontrollosh në cilin fond të detyrueshëm pensional je antar. Informohu dhe kurse në kohë për ditë më të sigurta pensionale. Agjencia për mbikëqyrje të financimit kapital të sigurimit pensional.